23 prill. Kërko të mirën e qytetit tënd. Kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit, tërë të internuarve që unë kam çuar në robëri nga Jeruzalemi në Babiloni. Ndërtoni shtëpi dhe banoni në to, mbillni kopshte dhe hani frutat e tyre, kërkoni të mirën e qytetit ku ju kanë çuar në robëri dhe lutuni Zotit për të, sepse mirëqenia juaj varet nga mirëqenia e tij. Jeremia 29:4-7. Nëse kjo ishte e vërtet për të mërguarit e Perëndisë në Babiloni, duket se është edhe më e vërtet për të mërguarit e krishterë në këtë botë shumë babilonase. Atëherë, çfarë të bëjmë? Ne duhet të bëjmë gjërat e zakonshme që duhen bërë, të ndërtojmë shtëpi dhe të jetojmë në to, të mbjellim kopshte. Nuk të ndot kjo nëse e bën të gjithën për mbretin e vërtet dhe jo thjesht për sytë e njerëzve, si ata që duan t'u pëlqejnë njerëzve. Kërko mirëqenien e vendit ku Perëndia të ka dërguar. Mendo se je dërguar atje nga Perëndia për lavdinë e tij, sepse kështu është vërtet. Lutju Zotit për llogaritë të qytetit tënd. Kërko që gjëra të mëdha dhe të mira të ndodhin për qytetin. Kërko që të ndodhin përmes fuqisë së Perëndisë dhe për lavdinë e tij. Kur mos lejo që të shpëtojë mira përfundimtare për të cilën qyteti ka nevojë, më tepër se sa për begatin materiale. Të krishterët shqetësohen për çdo lloj vuajtje, por veçanërisht për vuajtjen e përjetshme. Ky është rreziku më i madh me të cilin përballet çdo qytet. Është e qartë që as Perëndia dhe as banorët e tij nuk janë indiferent ndaj shëndetit, sigurisë, begatisë dhe lirisë së qytetit tënd. Ne të gjithi duam këto gjëra dhe Jezusi thotë: "Tuaj ta afërmin tënd, por si vetveten." Mateu 22:39. Në fakt, Zoti i thot Jeremias që dashuria për qytetin është një mënyrë për ta dashur veten, sepse mirëqenia juaj varet nga mirëqenia e tij. Kjo nuk do të thotë që të heqim dorë nga orientimi ynë prej mërgimtari. Pietri thot që të krishterët janë të huaj dhe shtektar, e pari Pietrit 2:11. Dhe Pali thot se qytetaria jon është në qiej, Filipianëve 3:20. Në fakt, ne do të bëjmë më të mirën për këtë botë, duke mbajtur një liri të qëndrueshme nga joshjet e saj mashtruese. Ne do t'i shërbejmë më mirë qytetit ton duke i marrë vlerat nga qyteti që do të vijë, Hebrejve 13:14. Ne do t'i bëjmë më shumë të mira qytetit ton, duke thirrur sa më shumë që të mundemi nga qytetarët e tij që të bëhen qytetarë të Jeruzalemit lart. Galatasve 4:26. Prandaj, le të jetojmë. Le të bëjmë sa më shumë të mira, e pare Pietrit 2:12, që vendasit të kenë dëshirë të takojnë mbretin tonë.